Lavdia dhe madhështia i takojnë në vetëm Allahu xhelle shanuhu, dritës së qieve dhe të tokës, i cili nuk na kërkon të ndriçojmë rrugët tona me dekorime të përkohshme, por të ndriçojmë zemrat tona me besim dhe drejtësi. Falenderojmë atë që na dha fuqinë për të ndryshuar veten, edhe atëherë kur ndihemi të pafuqishëm për të ndryshuar botën. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë pejgamberët e Zotit, si Isain alaihi salam e të tjerët, të cilët nuk erdhen për të zbukuruar balkonet, por për të zbukuruar moralin dhe shpirtin e njeriut. Bekimi i tij qoftë mbi familjen e pastër, shokët e zgjedhur dhe mbi çdo besimtar që e kupton se drita e vërtetë është ajo që të bën ta shohësh tjetrin si vëlla. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është ç'vlerë ka festa nëse ka ndriçuar vetëm rrugën. Pakënaqësia sot është bërë gjendje e përditshme e njerëzve. Edhe besimtarët janë të pakënaqur me jetën, me shoqërinë, me padrejtësitë, me varfërinë, me sëmundjet, me pushtetin. Kjo pakënaqësi njeriu, madje edhe besimtarin, shpesh e hedh në dëshpërim, në humbje shprehëse, sa që fillon të mendoj se edhe vetë është i padobishëm, sepse sipas tij nuk mund të ndryshoj asgjë. Por, a është vërtet kështu? Po, është e vërtet se në plan global nuk mund të ndryshoj asgjë. Shikoj se si të pasurit dhe të fuqishmit i shtypin të dobëtit. I ndinjohem, por nuk jam i fuqishëm. Po, është e vërtet se nuk mund ta rregullojmë pushtetin, as padrejtësitë, as korrupsionin. Shikoj grindje dhe përplasje, shikoj padrejtësi dhe pandershmëri. Shikoj se si ata që duhet të kujdeseshin për shtëpinë tonë e shkatrojnë atë, por nuk jam i fuqishëm. Po, është e vërtet se në shumë sfera të jetës sonë nuk mund të ndryshoj pothuajse asgjë. Shikoj bashkëfshatarët, bashkëqytetarët tanë se si mundohen, se si në sëmundje përpiqen ta bëjnë jetën më cilësore duke paguar barna të shtrenjtë. Fatkeqësisht nuk jam i fuqishëm. E po sikur dikush na pyeste, a keni dëshirë, a doni të ndryshoni këto gjëra? Po të na pyeste dikush, të gjithë do të thoshim një zëri, po, duam. Mbrëm ishte nata e parë e xumas së parë të muajit Rexhep. Quhet nata e regaibit, nata e dëshirave. Ajo natë që na mëson se ndryshimi nuk fillon nga bota, por nga zemra. Nuk fillon nga pushteti, por nga njeriu. Hapi drejt këtij qëllimi është vetdia se synimi ynë themelor jetësor është të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Kur njeriu e kupton se jeta është e përkohshme dhe se po udhton drejt përjetësisë, atëherë fillon të mendoj ndryshe. Fillon të pyes veten, a është Allahu i kënaqur me mua? Kur çdo vepër bëhet për kënaqësinë e Allahut, njeriu bëhet i lumtur. Dhe ai që është i lumtur përhap mirësi edhe rreth vetes. Edhe ata njerëz që sot e drejtojnë botën e quajnë veten besimtar. Ja, tani po përgatiten të shënojnë ditëlindjen e të dërguarit Isait alayhi salam. I zbukurojnë dhe i stolisin shtëpitë dhe rrugët. Ndërsa mesazhi i asaj dite për ta kaq të rëndësishme është që ta zbukurojnë veten dhe sjelljen e tyre, të bëjnë vepra me të cilat Zoti do të jetë i kënaqur dhe kështu t'i mundsojnë lumturi vetes, por edhe të pafuqishmeve dhe të varfërve, që të ecin në rrugën drejt lumturisë. Edhe njerëzit që i mbushin të gjitha nivelet e pushtetit në vendin tonë e quajnë veten besimtar. Disa përgatiten të shënojnë ditëlindjen e Isait
të tjerët shënojnë regaibin, mirajin, presin Ramazanin. Më e bukur do të ishte që këto ditë, kaq të rëndësishme për secilin njeri, të shënonin edhe sjelljen e tyre dhe që të bënin vepra që të çojnë drejt kënaqësisë së Allahut xhaleshën. E ja, kështu do të përmbusheshin dëshirat tona. Kjo është premtoria për të gjithë. E vërteta e hidhur është se gjithçka që lidhet me shënimin e këtyre ditëve do të mbetet vetëm te drita që ndriçon balkonet, por jo edhe zemrat. Te drita që ndriçon sheshet dhe rrugët, por jo edhe zemrat tona. Gjithçka do të mbetet e njëjtë, madje mund të bëhet edhe më keq. Prandaj për ne është e rëndësishme të mos presim, por me njëherë të nisim drejt lumturisë dhe përmbushjes së dëshirave. Rruga jonë është kjo, ta ndryshoj veten që të jem i lumtur. E parafitiroja sa bukur do të ishte të mëdhenjt që mendojnë se e drejtojnë botën, të vrapojnë drejt kënaqësisë së Allahut xhaleshenhu me vendimet dhe veprat e tyre, asgjë nuk më pengon që unë të ecë në këtë rrugë. O Zoti im, dua që ti të jesh i kënaqur me mua, prandaj çdo vepër që e bëj me një jetë të pastër dhe të sinqert, ashtu do ta bëj. Muhamedi alayhis salam më ka mësuar se veprat vlerësohen sipas qëllimit. Andaj nuk do të bëj asgjë për të pëlqyer njerëzve, por për të jetuar fen dhe për të vrapuar drejt shtresës së mëshirës së Allahut xhaleshen. E parafitiroja sa bukur do të ishte që këta tanët të mëdhenjt, të cilët mendojnë se do të shkruhen me shkronja të arta në faqet e librave të historisë. Ndërkohë që historia përkatësisht vendi ynë do të dëshiroj t'i harroj si ata ashtu edhe kohën e tyre të sinonin kënaqësinë e Allahut xhaleshen. Asgjë nuk më pengon që unë kohën që më është dhuruar ta shfrytëzoj në atë mënyrë që mua të më sigurojnë kënaqësinë e Allahut xhaleshen. O Zoti im, dua që ti të jesh i kënaqur me mua, prandaj çdo ditë, çdo çast, përderisa shpirti është në këtë trup, do t'ja kushtoj përpjekjes që fjala jote të jetë mbi të gjitha. Muhamedi alayhis salam na ka mësuar se toka mbi të cilën ecim do të flasë para teje, duke dëshmuar se ku kemi qenë në çdo çast, sa kemi jetuar këtu dhe çfarë kemi bërë. E parafitiroja se në të gjitha sferat e jetës sonë dhe të bashkëjetesës në këtë shoqëri sundojnë drejtësia dhe ndershmëria. Sundon vetmohimi dhe dëshira për t'i ndihmuar njeriut. E kështu të gjithë vrapojnë drejt kënaqësisë së Allahut xhaleshen. Unë do të përpiqem që të siguroj jetesën në mënyrë të lejuar, në mënyrë me cilën ti, o Zoti im, je i kënaqur. Ne dje mbrëm e shënuam natën e dëshirave. E ajo në nxiti që me vendosmëri të ecim drejt përmbushjes së dëshirës, për të strehuar në hijen e kënaqësisë së Allahut xhaleshen. Dje mjedisi ynë europian shënoi ditëlindjen e Isait alayhis salam. Ditë të tëra, në të vërtetë javë me radhë, u zbukuruan me dritë, u zbukuruan dritaret e shtëpive, balkonet, sheshet, qendra tregtare. Pejgamberët nuk sollën dritë për sheshe, ata sollën dritë për zemrat tona, që në zemrat të kenë vend për njeriu. Ç'vlerë ka një shesh i ndriçuar nëse sulmon njeriu ngjyra e së lëkurës së të cilit është ndryshën nga ti, apo që i lutet Zotit sipas ligjit të vet, e jo sipas ligjit tënd. Ç'vlerë ka kandili në minare nëse mes nesh nuk ka vllazëri. Ç'vlerë ka festa nëse ka ndriçuar vetëm rrugën. Ç'vlerë ka nata e bekuar nëse ka ndezur vetëm kandilët. O Zoti i madhruar, na mëso çfarë është drita. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.